Argentina merr autorizimin për të eksportuar mish viçi në Shqipëri. Në një artikull të publikuar nga media të Argentinës thuhet se Argentina ka marrë autorizimin për të eksportuar mish viçi në Shqipëri. Mëtej shkruhet se autorizimi shtrihet në të gjitha prerjet e mishit të destinuara për konsum njerëzor me përjashtim të vetëm të mishit të ndarë mekanikisht, si edhe për sa i përket përzgjedhjes fabrikave të paketimit të mishit që eksportojnë. Shqipëria do të përdorë të njëjtën listë fabrikave argjentinase të autorizuara për të shitur mish viçi në Bashkimin Evropian. Artikulli plot. Shërbimi kombëtar për shëndetin dhe cilësinë agro-ushqimore Senasa konfirmoi se Departamenti i Mjekësisë Veterinare dhe Mirëqenies së Kafshëve i Republikës së Shqipërisë njoftoi zyrtarisht hapjen e tregut të tij për mishin e viçit të Argjentinas. Vendimi përfshin miratimin e certifikatës ndërkombëtare veterinare që do të shoqërojë çdo dërgesë. Autoriteti shtrihet në të gjitha prerjet e mishit të destinuara për konsum njerëzor me përjashtim të vetëm të mishit të ndarë mekanikisht. Çdo dërgesë duhet të përmbush kërkesat shëndetësore të certifikuara duke siguruar gjurmëeshmërinë dhe standardet e sigurisë. Për të zgjedhur fabrikat e paketimit të mishit që eksportojnë, Shqipëria do të përdorë të njëjtën listë të fabrikave argjentinase të autorizuara për të shitur mish viçi në Bashkimin Evropian. Në këtë mënyrë, sistemi para listimit në fuqi me bllokun e BE-s thjeshton aksesin e institucioneve në destinacionin e ri. Gjatë vitit 2024, Senasa certifikoi eksportin e 934.977 ton produkteve të mishit viçit në tregje të shumta të udhëhequra nga Kina, Izraeli, Rusia, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Gjermania. Shtimi i Shqipërisë e diversifikon mëtej portofolin e destinacione dhe forcon pozicionin ndërkombëtar të mishit viçi të Argjentinas. Hapja në Shqipëri përfaqëson një mundësi të re për zinxhirin kombëtar të mishit viçit, i cili kërkon të konsolidojë praninë e tij në tregjet kërkuese dhe të vazhdojë të shtojë vlerë përmes përsosmërisë shëndetësore dhe prodhimit të qëndrueshëm.